Se more? Jo, më s'ka ideali si molla, qysh më të dhimt? Ja, nuk du me të pa të kajta, o bo. Si mu një vlo që më hupi pa shaj krejt. Së në ke gjetë hala, a? Shka ju kështë thonë këtë shokve tonë që për tonë më marrë me shtëpë? Steven, mamin më mërë në shtëse me du me PUBG jasë që luja. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takomi në emisionin tim në Votër me Valin. Gjatë ditës së sotme së bashku me kameramanin tim Kujtim Saqipin, kemi udhëtuar për një vend jo shumë të largët nga Prishtina, vetëm 21 kilometër që na ndon nga qyteti. Konkretisht po bëhet fjalë për fshatin Busi, ky vend i cili kryesisht është i rrethuar me male, e pason menjëherë pas Mramorit dhe pastaj vjen menjëherë Busia për të kaluar në fshatin Slivov. Mirë po, bukurit e natyrës në këtë fshat, neve na bën që sot të vim këtu. Dim që në fshatin Busi i kemi vetëm 50 shtëpi të cilat janë të banuara me njerëz, e në fakt historinë e fshatit Busi kemi me mundu që me e zbulu edhe për mua dhe për juve shikues të nderuar, se cila është historia e këtij fshati dhe konkretisht pse i ka mbetur edhe emri Busi. Ndërkohë që përballë meje është edhe shkolla e cila nuk numëron më shumë se 30 nxënës në tërësi. Kur ishim tek shtëpiat, shumica prej tyre në fakt janë të ndërtuara bukur mirë, po shumica prej tyre kanë shkuar në qytet për të jetuar, ndonse është një rrugë që ju e pat edhe përmes pamjeve që ndoshta nuk është edhe është asfaltuar mirë, po i ka edhe sfidat e veta. Por gjithsesi sot kemi me mundu që për gjatë minutave në vazhdim me u prezantu bukuritë e këtij fshati, ndonse edhe sfidat mbi të cilat banorët janë përballur ndër vite ose ndoshta edhe nuk janë përballur me ato, por i kanë kaluar gjithmonë me lehtësi edhe të lumtur. Kështu që qëndroni me mua dhe me kujtimin me këto pamje fantastike të sjellura nga fshati Busi. Tragenti nuk ju nda as të pak dhe të dy metën pakin e ma. Kur erdhi nëna dhe baba, i thoni ju i kujt është faji. Bravo! I kujt ke faji? I të dëve. I të se mërë. Jo, të dëve. Luçka, faleminderit. Rreni çto fëmijët mirë, mos u aljetni, o bo. Di, gjuje. Hajde. Jo shumë, jo. Ma pak. Ha! A stash du me la shitu shumë, se... Hopa! Që Cristiano Ronaldo.
Ndër qetësinë e natyrës që mbizotron në fshatin Busi, po ashtu edhe tek njerëzit e kemi një lloj heshtje mbi të cilën ndoshta ata të pak që kanë met nuk pranojnë ndoshta me fol para kamere. Mbrapa me unë jam në oborrin e nënës Ajshe, e cila sado që është e lodhur me shëndet, unë atësët po kam dëshirë me bisedu të paktën për fshatin Busi, për gjithë jetën e saj që e ka kaluaja në fshatin Busi, sado që e thash është me shëndet ju mirë paja me shumë knatësi unë pranej. Nana Ajsha je kësajde? Kësajde. Qysh je? A je mirë? A të ullna qëtu me ty? A në ullë. Qysh je? Mirë. A je mirë? Qka i ki punë? Mirë. Apo më kalëzën që so je martu në Busi? Në Busi? Që so vjetë jarë nuse këtu? Vazdohi. Së mëj me ti se këmë haru. Për një me, qysh e ke kalu jetën? Jetën këmë kalu mirë me burë, me kretë. So fëmi ke pas? E i ki po më nej? U me thonë morë. Pse more? 8 djedi kam. 8 dje me qika? 7 djedi kam edhe 2. Në vek, I sholla në gjenet. E qika ke pas? ti ka kota. 8 dje me 4 qika. Qka je të thonë, bre? Po ti mirë si ko ke në kom tua, mëre, ti e fort ko ke. A i ki këtu në Kosovë, a jashtë vendit? Edhe në shpetë këmë gjithë kretë. Mhm. Në këmë punë të pëtanë. Po, a? Kreti ke gjetë në shpe. Edhe fikal vetëm. Fikal vetëm. Pse fikal vetëm, ku e në kotë tjertë? Burrin, ku e ke pas? Burë kanë punë, në për punë, kërër ka e duke të minarë. O, du knotë zemrë. Përndoj drejt. Jo, drejt, kalzëm, drejt. E, fëmijët e to, këta 8 djemë soj ki, a janë jashtë vendit a në Kosovë? Punojnë tash apo kanë dalë jashtë vendit? Njërë shku në gurbet? 3 jam gurbet, edhe në qike kam gurbet. Apo vinë shpesh? Doj qika s'po mëllë. Pse o larga? Jarë. Largë. Në kom kënajt me mujtët, në kënoqë. Je knoqa? Në kënoqë qika, vetëm markëm pas dhejkem vidisë, dhe kum dhejke se se kedi dio. Je lodho dhe për të nërë mësysh në i kush? Me të pëstu në i ka. Qysh e ke kalu ti jetën, kalzëm? Jetëm kum ka du me burë mirë shumë. E keni përjetu luftën? Luftën e... Luftën po radi. Kërë të kajtë dullëm, e së na, si kuna, e të shveta si me konë 15 vjetë. Si 15 vjetë? Vetëm, tani dullëm shkum atje, kur shkum të të shkuva. Atje, ma babu e shku këqyrë, ka milici. A ka milici? Qyrë të pëjtë. Plët milici? Po, me po bo kështu. Që ikë me jo dhe në mu. E ta largun, ta në kërë dërë pjesë, mos më kusha më esë, e më dërësum ka dajë. Ti bënë sa mirë, po në i grua këmë posë këshi. Marë këtë në kone sumët. E marë sa për dërë të vina. Kanë shpinë të vina. Me jetë mirë. Edhe apëshe, so luftën e ke kalu, 8 djemë, e 4 qika, edhe halo je e fort. Halo mën me ecë. Mirë që të mirë. Apo të merë mali për djemë që i kinë gurbet? Të ta ojshe. Po me dhjekë. A të vinë shpesh biljata? Vinë këmë vje përshime. A ishe shku ti mernu atje krejt, për gjithmonë? E raje s'ku mujtë. Se? S'ku mujtë me danë këtë. E këtu kone ki në shpe? E tonë, të djallë. Veç me që djallë? Ka këshyrë babë. Po, a? Ka këshyrë. Ka dull këtë që për të këshyrë ty. Pse tjerë ata të latën e këtë për të këshyrë këtë djallë? A i vogli kë? I vogli, a? Vej me dëme. Pse mëre? Jo më s'koj djalli si molla, qysh më të dhimt? Ja nuk du me të pa të kaj, ta o bo. Atë përqafi njerës se s'po du me të mënu, ma shumë. Sot dhe që ka thonë zoti me rënu, shqyqër që i paske djemët, e i paske qikat, e i paske djallin që të këshyrë, s'ka me kajtë më mërzit. A o bo? Mashallah, e ishallah të gjithë që shtë të fort.
Hajt, po du me kesh njerë se ma e mirë po u bëjshë kër po keshe. Tu gnoqë zemra. Faleminderit shumë. Nuk po du me mundu ma shumë se... Ha, s'po du me mundu sepse shëndeti është mbi gjitha dhe nana oj që na u ka lodh pak. Faleminderit shumë e inshallah jetën shumë gjatë. Edhe veç me kesh do të me kesh, jo me ko bëll keni hije këtë nërë jo. Po çka me po. Faleminderit shumë. Me munim. Shumë faleminderit, me munim, shumë me munim. Në fakt, vuajtjet e nënave shqiptare, mbase me i përmbledh me një emision, si ky imi që zgjatë vetëm pak, nuk mjaftojnë ata minuta. Ashtu ishte edhe nëna Ajshe që në fakt nga problemet e saj shëndetësore që i ka pasur, edhe sipas djalit saj, ajo është jashtëzakonisht e fortë sepse ka pasur sulme të ndryshme, por aja mirë po ja del sa me dal edhe me ecë, ndërkohë që aja na tha që i kishte 8 djemë e 4 vajza, ajo i ka 7 djemë, e njëri i cili i ka vdekur para disa viteve, e kishte goditur vetëtima që po urojmë mos me pas mërzi edhe më të shumta nëna Ajshe dhe familja e saj. Qështu janë këto dinamikat e emisionit tim në fakt, po kaloj me një pjesë tjetër, pa ta nderë në knacin me bisedu me një non, tipike nën shqiptare me gjithë sfidat e saj. Kështu që po kaloj me një pjesë tjetër të fshatit Busi, fshat i jashtëzakonshëm me njerëz shumë mirë. Sadë që shumica prej tyre nuk po na folin para kamera mirë, po ne po mundohemi gjithsesi. Shkojmë. Disa njerëz e kanë liru fshatin, e kanë braktis, sadë që shtëpit i kanë të ndërtuara bukur mirë. Disa të tjerë vendosin me nejtë këto edhe me u marrë qoftë me blegtëri, ose me qka të tjetër veç me e punu tokën. Një natyrë e mrekullueshme si në fshatin Busi, unë po them që rrallë po gjej mirë, po zakonisht kur po shkojnë këto fshatrat, po i takoj. Po i shë një dy zotëri që janë jo shumë larg meje, edhe po du me provu dikën që një historinë, sepse historinë e fshatit Busi hala nuk po e di. Edhe inshallah do në Zotin foljen. Edhe po i shijojnë ashtu pamje së bashku. Që pas ka një krullë në dorë. Inshallah nuk u men. Pepa i gati mikrofonin për seri. O të më tjeta! A i një atë që shjenja? Kretë këta këshit e ju, unë prënën të ju. Cili o nga musë. A i e që shia? A i e burri fort? Ta zëtit për njëjit. O vallohi, asën e s'pët një për që tash për du me të njuft. A i e burri fort. Që shia? A i e nga musë? Gjallë, hajde. Qiton po ta ndjetë që tu, mësë tëtë, mëre se vish për du me bo laf me ty. Folja me këjshit e tu. Edhe më thatën që aga mus e din historinë e fshatit Busi. Se o ma i vjetri këtu. Ma i vjetri jenë këta se une? Ti po dukesh ma i gjallë ti qysh. Ma i gjallë, po se une edhe kum lezu libra shumë. A jaroni e monet hinë mes ty. Qush e ki jam në falin të rumë? Nazmi. Nazmi. Qka ke të full? Dej që tash, për qka ke të full? Ka për më... gjallë bëshim lapë, ti qka për një kështi që të që ka shku në bëth një. Shka pas mjatë ku da si është shkuar dikta një. Që ta të jesë. Muhabeti i ronë. A ecëm ka dal dalën, po du me ecë ka dal me juve, po du me të vetë vish diçka rreth fshatit Busi. A mujna? Mujna, qka ta di ka me për se... Ja, mësë më shumë kamerës për pullë ato.
kanë orë dhe gazetar marshin të kune, po ku për qilonim, na kanë, po sa shmra morja i madhe, ku, beshte une. Na po fullim për shtu kur nën ti. Nuk e di që kanë thonë ato kolegët Une po të kalëzoj kur nëjmë, kuj nash e di ma mirë se une, po nash i se din. Edhe këm sën për teje. Na parë të tuën, janë të ardhën pej lume Shqipënisë e 20 perizojt, atërën ato këtë. Para sove, Para Turki kërë konë. Turku kërë konë. Pej e zirtit perizojt, jënon Graçanicë. Aty bile ales të dusë një vend sërbë, vneshtë më në murit, pja i valijen atonë. Turki, bëmja po, muslimonit sërbë i gruën, hajde ishnu, do në kanë njeve që tu, do në Brajin. Brajin është me komunë Podujevës. Po, me Podujevës. Do kanë Glogovicë. Na një jem. Pej aty, që tani mirë, na kemi të në du me s'kavdu pa shumë. Baba jeme ka posemnin Ilmia Jarifi, Tarifi, Muslia i Nureddini Salihi. Hajde dhe. Atë Salihin anena se i kanë ditë, me siguri s'kan dosh me tregu se i në konë katolik. Jo musliman. A po, a? Po, valloj, po. Një prej ardhje prej katolikve, masanej, qysh po i bjen që katra gjyshja, po stër gjyshjit është ka qenë musliman, masanej. E te poshtë. Po qëre kuj qita katolik që atë në brëtë. Kajën kësi muslimon do si i rijone me smi doj që kështë që atike me babën tem. Njoni vorrin me krysh, njoni vorë si të. Ashtë pësesh në asë se kjo bosa muslimon o konë, kjo katolik e për që ata. Po ju e a muni me ditë, edhe dini në ashtë i ma mirë. Në Ferizaj kishë e gjami jo një borë. Për çka? Për me bashketu, se jena shqiptar. A mo shqiptar, po për çka, për çka? A, ty të kalëzëm te? Jo konë vazni, urosh e Ferizi. Hajde. Ata shkitja bëjnë uroshevac, na shqiptar, Ferizaj. Ata janë konën 2 vlazni. Edhe për ata kishë e gjami jënë një borë. Edhe... Për me saru, do me thonë. Ka dalë. A shu ecëm o në ka dalë? Hajtë se ecëm e. Ani, ecëm se jo. Do me thonë, Agamus, ata e në konë 2 vlazni, njoni katolik, njoni muslimana? Po. E pse ashtu? E po... Kalzëm. E po pse ashtu, pse... Të ka dhëva të na, e qumë të e të qaj Salihi, Salihi, aty anina s'ka ndosh me ka vëzu kushin konë, edhe ata që ashtë për mjetë. Amo, one niva që një kish u konë në katunin e ju, shumë a herët, kish e marume. Kish, po, kisha është edhe kjo e din, të kisha që i shumë. Bile kënor një shkoj i Graçenitës i vjetër, ku më punu në shkullë që tu. Kur erë, po më thot muhe, desa rifat. Ka më të mirë i foti, ty sa, me ndu me di sa ku është kisha këtu, sa, ajo është e ju, në thash nuk e juja. I ka kumë bo, thash nuk e juja. Pe ku e diti? Thash e di. Ashtë ajo konë e shqiptarve, po shqiptar katolik, për qëta. Se hales të që atje në mramur, po gabim një në konë, i së një vend i vodhë i shkinet. Ku e ka kështë e fkia i bushit në zmetë. I vodhë i shkinet, nuk o konë po o konë katolik e hajtë me kjo është. Së është shqiptar muslimon e qështu e mirë. Shumë kosë do të sene që... Për çka nihet busia? Për çka mohat men, Agamus? Busia nuk e di që shu ka vesh busia me që tu. Na jemi 4 kabile që tu. 4 mbjemna? Ja, tonë një mbjemë. A tonë një mbjemë? E qysh 4 kabile? E po qashtu dojë se në sinë në vetë, haskë vetë, limo në vetë, musle vetë. Musle vetë jemi na. Po. E qështu jenë vetë. Qështu jenë vetë. Kalëzëm, ti, qka ke përjetu? Qysh e ke kalu? Kohën e luftës, ku je konë? Kohën e luftës... A, fellë ku më shti. Na qitën për shpia me 18 prill, edhe shku në Prishtinë. Prishtinë?
Prishtin bëlloj, kemi shku, ka jemi shku në Makov. Aza Nazmi. Na nuk e kemi ditë që bëbojnë të dhëmatat njësët, unë gjë me pushu një vend. Që kone ata si këtë njëjtë. Erën dhe polisa, hajde be, ikni, sa të ma të fejtë. Shpedim për qash për pushuem. Kënu ikni. Edhe qumë, kemi nejtë një mujdin Prishtin. Mas një mujdinve, jemi kësi jemi orë këtu. Bile, kur vim të livu që atje, një vend, një shkopot, më s'koni malit kur, ase malit u vret diku, sa për ullën më të lëshoni. Veç ullën me një. Ullën, edhe jemi orën të shpia motaj. A që të në shpi, kum prit shumë gjinë. Po, a? Po, valloj Edhe edhe madhe ke pas. një shpej gilonit, Këta. erë kur dalë që a jem një katu, a qëfar katu një jem besa shqiptarve. Dalë ata të armatusën, Qërë? sa pse ku bo shkoni, sa njerë sa po du me di sa me na që ku është që kuja ku e ka, të këtë është nësë mu kalëzu, ku e kanë shtabin. Sa shvesh sa di për çka. Sa na jenat të Karadokut. Apo dojna me shku në Gërbesh, sa atje kemi, kur më tha po do me shku në Gërbesh, atje kemi ushtrinë edhe të tonën, sa që tash t'i për ju qej, sa që po, sa që e dije pa ku është këtu, shtabi, sa që veç, tash që të një gjojna këtu. Shkum dira më shilë, sa që sa që po hajde shkujem në shkullë. Në shkullë kishë refugjat shumë. Që jenë strehu ato. Po, kur shkum të shkolla, unë që aty kum punu shumë, ta nga basi kri, shkollës ta ke ndjerë, punëturim këto. 40 vjetë. Një grue, do grojshin kënë të gatu, sa shabon me hi, sa bo mërë për të të bonë, hinëm aty, ata ishin ljodh, ishin shi e shkret, unë gjën do karika, sa po qysh me na thirë, dikush me na quën në Gërbesh. Se edhe i zduni gjumin karika. Unë u qova era të shpia, që që në shku nuk e di. Të nesret, apet që ashtu notën, do po vinë, do s'kur dalë, njën i shplagu. O, boj, këtë 5 kilonët i shinonë. Ishtina mrena në sabah, sa më na kalzë, sa më na qutë, u rruga ka me shku për Marec, Hashani. E qita të i nude. Tani më sanë, sa kone një mete, se di mas 2-3 dite, kur në kësi për Mareci me shku, ishin pas dëro shkita për. Si mu një vlo që, më upi pas që a i krejtë. Së në ke gjetë hala, a? Ja, janë kishë një së konë. Se këm pas babë në gjohë, në e mërë në gjohë, 2-3 herë, pa di hova. A i gjitën, a i qitën minjerë, a ka i qunë, ku me diqë. Dhe që jasë të gjithë të 26 vjeta, 7 sa pa bo. Heq kur atë. Do thët, edhe ju keni pas dame prej luftës të fundit Kosovë, si fshat, si njerëz. Po, valla po. Në 40 vjetë, kanë thonë që jenë mra, lanë të mra mu. 40 vetë. Konë që shto? A? 40 vetë po thët jenë vrarë veç më shatin më ramur, tonin këtu. Po në amurin bra shumë. A që tu bashkë që tu në bëtësi, që të ven 3. Bacio, gjema dhe gofuri. Ta që këtë gjema që këtë gofurit nesët e në kry pej Prishtine me shku me këtyri shka u po këtu. Kur vinë më ramur, i vrojnë. Qaqje. Mërë të djallë, mërë të djallë. Po dhe po. Agamus, Fal. a Gjenazme po du mi falenderu, unë e di që i keni bo dë vjetë, e jeni lodhë, po ti thetë që unë në konokun tem kum prit gjithë, kështu që falenderit që edhe mu shkurtimisht më kalëzove pak për fshatin Bosi. Të rrit nera. Ska gjo. Po qka di, Bre djallë, bre. 2 njerë e nërë, vjetë që tu erë në apet nga 2 gazetare, am ty be u ljoha mo me ta, hashe bre, po nuk ni, mo bre Allah. Valla si një, ku na falë bre. Një me mu njive shumë mirë, a? Të rrit nera. Falenderit Ska shumë. gjo. Falenderit shumë. Ska Njerës gjo. fantastik, po kalojmë pjesë tjetër të shatë.
Jam në oborin e Axhës Miftar Hajrizja. Miftar Haziri. Miftar Hazirit. 2 herë ja harrova, 2 herë unë përmisoj. Po të me të ka frim, ma. Për në marë? A e gjojnë anë event ku s'ka frim, mëre? Dhe ty veja. S'kena, a? Jo, ma s'ka ove që to se hëllat. S'ko lidhje, s'ko lidhje. Edhe ashtu jena për bol, Qysh mi thonë bre, shtolla. Po shtolla keqe, ajto, na ju thëmë ohri, po dikush shtolla, dikush. Ohër, shtoll, Njëjtë është. në gjumë, nështë më përmendrejsh pak strehen e kofshëve, bagëtive, që aja ka ndërtu vetë kërerë për të lëbë që a i monë, me forca tua. Pa, me forcat mija. Mos më kanë mu shteti kërë në gjonë, vetë i këm bau, si vjet, mi kanë palë shy, si vjet jem shku të mjek, i këm shkru krejt, po s'kum ditë, se ku mujtë mi shkru 20, 18, i këm shkru vesh 8. Këshëre, Po sa copi ki për momentin? 18. Presin me ushtu? Po, që të femnat krejt. Po, a? Dhe në bika, a i përë që të nohër ata e në bika. Që so ku i mona A, gjithë? gjithë, ja, ne këm marak. A po, a? A, ja. Pre mas luftës? Jo, prej mas luftës, njeri kena po zanë. Po, a? Kena po së lepi, kena po zanë diku 140 cëpa, po i patëm hjek. O donë vlaznija, ka la vlak, po ne i du. Edhe se kesh duk fare në kërë? Ja, i du gjonë fart. So vlen me o marrë me to, Axhi Miftar? Me pos gjim, vlen gjithë. Po, do që mi menë që. Po si për shemë, drithi, krunet, mëllet i kanë që për pjetë, jenë pa hargjime ta. Më rëndësi... Kur e ki drithin tënë, tëkën tonë, ja vlenë. A më kollos ki balti? Ka këllos, në shumë si sajde, po në qëve që tu. Se mu s'ka shmirun. Ti balt që kosi nuk e blen. Ja valohe. Tjoftin nuk e blen. Ja, të unë e valohe. Qumshtin nuk e blen. Pe Prishtinë e vinë që të presin rënë me mordja. Po t'lut E ma. moz. Që i bën ti vetë. Po valohe, pe Prishtinë e vinë. Den co kilogram zakonisht për të shko moza qumshti? Po gjothin e 5 euro se shes. So shumë i mirë. A, ja, gjatë. Mozën e shes 3 euro, 3 e gjys. Gjizën 3 euro. Vinë gjinja lipin asim kumsht, se ajo i loq kumshti. Ata ja vepi pa pore se vjen gjina për i loq. Kër pore së më. Ani, diçka me Ja, bo mirë. Po du me ditë qysh arri... Të pak të në shtetit ti, po thu që këto ke ndërtu Ja, vetë, me forca tua. Ato që ku është edhe që të rashtolla të bësht. Ato, këtë vetë. Makineri për mjeli atë kanë i mu. Ja, heq, kur sefte si veti këm shkru. Veta? Veti A ke po kërkesa Axhi Miftar? Po e, këm pas problem në erë me të. Se mi kishim palë shy lëpt. Unë e kuto që janë lëpt. Tani shkova, ko shkoja, ti kanë prish. Te krari e mhije, i këm shkru si vjetë krejt. Po është dëktyrë, mi kanë gjitë vetë. Ashtë një farë karabi e ko kitë teren, a e burë s'miret me kosh, me bëj që miret me qene, me sene si interesën për katonorë. Po. E që kjo është me aki që asë pja epin të nderin, një mjekit që se si një mën pëplit, si një mën katonorit. Se i ki do farë subvencione për lep, për dhene, për gjdo sen, që kom pulle atona i kom, po unë e dej si vjetë shkru si kam. Tukën e përnej, kom edhe tukat huja që i marrë me jepin, veç me jaliru, mos me mushtë e Po, puna që ta jepin ushqimin për kosht edhe ti ki. Kojshia të, a blen të te, a i bashkëpunus me ta ju? A i ki kojshit e mirë? Mirë i kem, na vlaznin i kem, na këtë vlaznin e kem gjë. Po. Këtë, një vlobile i kotë. 30 cëë, pa më si posë, me vitën me këta. 30? Vëllaj ma shumë i do, po të ybe. Kur jenë periuda e shqitjes, që shu të jetë pazari, Axhi Valo Miftar? është rajtë. Shtrejta? Valo është rajtë. Edhe të vjen keq, mos anej që s'ki qare pa... Ja, unë me sezoni i shes, është ornat mija. Po. Për me bjetu që thyrë me mjetë gjatë. Shtë në qëta bika në sezoni i shes, qëta. Po, që... Ta i shenë Po i shojmë pomje tash. Sezoni i shes, dikun 4 euro kila e që ty në shka qëta është. 4 euro. A mallu ju në ma i shkelën se joshtit. Se hinë gjonë pej Bugarije, pej Serbije, pej të na shtete. A i mesh është tjetër, kjo tjetër. So në kur gjeve okti viti 3, unë s'kam gjonë, sa kam kërkesa marrë me ble që vini prej në këtë tonë. A përshë që ja vlen me o marrë? Jo, ja vlen, se për të kalzaj... Shtetit ti, i shtet në veti. Jo, për të kalzaj një bik, dhejnë 500 kila, ka 30 lagarit e kutize, mas po okti. 2000 ershin goti ta kopë. Ti e pas shnetën,
Inshallah këtë dyja. Sot mund është vetë, Po, sot vallo. mos mund është atë limojnë fëmija, po besoj, Vallo, fëmija janë limojnë, pizanotë ja heq. Fëmijë jam një muaj, po fëmijë si leo fort, kur janë shpi po. normal, Fëmijë po, kretë, po, se po, që një qysh kam shkollë, Prishtinë, veç që ta kam qëtu në klasë 8, Po. me këshyrin fëmija, me këshyr shoqja i mirë këtë vetë, so ty i bën di. Po. So, Ani ti ja bën hizmetin tjetër, që Po, po. bë lypin për kushtim. jo, vallo, kanë punë. Qure punë kanë, po me milion të ashtë, pa shkollë, milion, me këtë zanot është gjënë. Ja. Ja, unë, të ashtë dikush me nën me Ti shqyr që mund është me punu, Jo. e ja bën do kushte edhe ata, Jo, vallo, ne me vënu fort shkojnë trans të dyzoj shkolla. se kam probleme unë oza. sot mund është me ru vetën në rrugë. 200 euro për nëzikë kam, do hanë më dolin, tjera se qëllë zëve ti. E po, qysh jam, ore, veç du të mja primet mirë. Allah, zëtë, dyja në erun, edhe mu. Të rrit nera, falemderit shumë, e pas gjithmonë, Allah, këtë dyja Shlet, kanë edhe e unë. kretë mira. Në një pjesë tjetër të fshatit, ku po ashtu njerëzit mbajnë bagëti, kryesisht mbizotron delja edhe lëpët, e unë jam në një pjesë tjetër të fshatit me një pajisje traktor, pajisje bojcore, traktor që këtë shtëpit e kemi pas nga një, mirë po apunon po. Po apunon traktori po thonë, po unë nuk po rrezikoj se është një tepurz edhe më me thy qafën të poshtë, e nuk ka nevojë se tani s'ka çish më bëjmë emisioni. Na zbulu shumë gjëra. Mbi të gjitha, fshati Busi ka njerëzit shumë fantastik. Edhe nuk hezitojnë me i prit edhe secili me ata që i po drejtash që bisedum, ata na kanë këtu me hymrena. Edhe më na qarros me aca ju kushton zemra, po gjithsesi na kemi orë për një qëllim tjetër, me tregu që fshatrat halo kanë zemër dhe halo punojnë për tokën e tyre. Po du me zbrit për traktori sepse është unë prit një djalë shumë punëtor. Edhe një djalë shumë punëtor që i ka dëkërer të lëpëve që kujdeset për to. I ri, po merret me bakti. Kështu që Benetin e kam këtu. Qëshje? A je mirë? A je djali furt? Po. A je lodh? Ja, e shaka po. Apo munësh? Po, mirë. Apo t'jetohet në katën? Qëshja? Për një me? Ja, roni jem. Beneti për ndryshon Benet Gashi. So vjeti ki Benet? 20 me ishtasht. 20. A 30 më shotin Busi? Po, në këtë ven, kërë shëshlej. Për një me? Des. Te des të jam. Pse? Se ojë i pastër, ojë i mirë, ojë i lëpë mojna se punë. A ja vlen me majt lëp, Qa dush? Benet? Qa dush? Me qka merrni jo sa? Me lëpë, që lëpë kujna që i kina e di qa supa. Qka e ki ato që po të shti me kish? Gjërmitës. Gjërmitës? Valla pe pi shpirik, oke. Mos në shti me kish më në burë, i që atina Benet? Edhe kina traktura, kina kjere. So ja vlen më marrë me bujtësi, me punë të fshatit Benet? A ja vlen më marrë? Pa. A ka përfitime? Pa. Për një me? Një lëpë tashti po morë sa mund, na, edhen. Po. E keni qumë shtin e juve, keni djatin e ju që e bëni. Benet, për neve që jena gjenerote e re, na thujnë që jebe jo 3 dyqysh abdim pse më marrë. Qka ju thu ti këtyne? Ti ven, këta di sem. S'din sa, na? Pse po thu? Se a din vlerën? Se a din vlerën ka të mënit. Si a din, a? Ja. So kre lëp i pote ti, a shkojna ka dal dole të ecë? Halë. Paske edhe tri edhe gjithë shka paske. So copa janë? Që të e kina... So janë? Për afërsisht? Ja, 15. 15. Pa. Në mali kina goti 50. So? 40 gjaj kina. 46? Mal.
Në mal. Po. Kush I run atu? Vetë, ç'është të poshtë. A po, a? Do më thonë ka kollos bëllë dhe... Po. Ndër dolmi këtu me atë atë. Benat, a I keni bo vet, a ju ka një mu diçka shteti? Ja ti bën këtë vet. Krejt vet. Këtë vet. Me kon punon ti me marr me tu, do më thonë, djallën e miqën se jena mbrapa kamerave? Me miqën, po, edhe me miqën. Edhe me miqën? Po. Edhe me miqën. Ku me gjeta djallë marr, si ti? Në Kosovë, ka rallë? Rallë, a? Ja. Çka ju kështë thonë këtë shokëve tonë që spritojnë më marrë me Ti shtetë? men, ma mirë më merr me shtesë me lume PUBG jashtë që luja. A s'ke luti kërra? Kur, ja. Kalzo drejt. Ja, ti men, ja, kur. Ardi që është e luj. Për një me? Ja. E serialet a pikëshyr? Për një me? Au, krejt. Vesh ta shumë. Cili aktor kosovar për të pëlqet dhe I stash? Ti vete. Ja, më s'ma barafshio me ty. Ja, ti vete, ja. Unë se ku mësu me full, vetë po thotë. Ja, ti vete. Pasha zotin, ju ishi shumë njerëz të mirë Benet. Ju veç ti, po edhe kojshia ju, që shë ka lëni me kojshimin një Mirë, ti vjen krejt, si vrazni. Si vlazni? S'ka ma mirë. A shkojna kardalisht, se s'po dojna mu lidhë ma shumë, te lëpt që ti I mon edhe I rune edhe kujdesi për tu, u knatë shumë bre, që shfaj njerëz mirë, hajde Ben. Të ndëruar shikues, ndoshta edhe për juve mundet me qenë shumë frymëzuese historitë të tilla kur dëgjojmë që dashnia për atë dheun është shumë e madhe, sa të qoftë cilat do që janë ato sfida që mbjetojnë nëpër fshatrat e Kosovës, që shumica prej tyre ndoshta edhe janë të harruar nga institucionet. Me qenë se jemi në një fshat të Prishtinës, e thamë në fillim që jemi vetëm 21 kilometra, problemet e tyre ndoshta janë të shumta. Mirë po, sikur rinia, sikur moshat e mesme, e sikur edhe ato të shtyera, e kanë një dashni shumë të madhe për vendin e tyre, në këtë rast për fshatin Busi. Me forcat e veta ata kanë ndërtuar gjithçka, me forcat e veta ata kultivojnë kafshë të ndryshme, e që vetëm se ja kanë pa hajrin nëpër shtëpitë e tyre, ndonë edhe për të tjerët, sepse Zoti Miftar na tha që vinë njerëz të tjerë që blejnë ato produktet e çumshit që ai vet I bën me familjen e tij. Jemi pothuajse në fund të këtij emisioni, por që po du me kalu edhe tek një pjesë tjetër, me ju paraqit edhe një pjesë tjetër të fshatit Busi, e unë nuk kënaqa për veti, e po uroj që dhe ju jeni duke I shijuar këtë pamje dhe kushdo që është nga fshati Busi dhe e sheh këtë emision, uroj që sa do pak atë nostalgjin edhe mallëngjimin me e largu paka shumë prej kësaj vedje që unë nuk kënaqa me këta njerëz të fshatit Busi në komunën e Prishtinës. Hajde shkojmë tek pjesa fundit.
Unë e thash më herët, në fakt që të gjitha ata të cilët e kanë liruar tokën e tyre, më një farë formën e thojë se kanë braktis, e kanë shku në përvende të ndryshme, specifikisht në Prishtinë, ata janë rikëthyt paktën që tokën e tyre mos me la me shku dëm, mirë po kultivojnë gjëra të ndryshme. Si një gjë e pazakënd, është edhe kali që ndoshta nuk po i them është specie në zhdukje, po nuk është që e mban gjithkusht. Paktën në vendin tonë Kosovë, kështu që është Sabria, i cili me vendbanim është në Prishtinë apo jo, po që këto e manë për merakli, në këtë rast nuk është që jam merakli sepse tutma, po siguria ati e këti bukuroshit qaq turt më bani që me hype dhe a i tha me knacin më të madhe, po ja japim një rend në për tokën e ti, kështu që knaci shumë e veçantë dhe fantastike, shumë të tutma, po hajde ja japim një rend. Shkojmë a qa Sabri. Të ndëruar shikues, me një knaci shumë të madhe, me ato pritshmëritë e mia që kur jam nisë në fshatin Busi ka mendu që s'ka me e taku askënd, në fakt takova shumë njerëz, sado që ata dikush na folin brapa kamerave, dikush para kamere, mirë, po ata ishin njerëzit më fantastik që ndoshta të rrallë që i kam taku deri më tash. Sado që në përvotrën tonë njerëzit absolutisht të gjithë shqiptarët janë shumë njerëz të mirë dhe janë shumë mikprica, edhe tek e fundit tradita jonë është që të jemi mikprica. Ashtu e bën edhe këta të fshatit Busi, këta banor, që siç po shihet, kur ishte fundi kur hypa për mbi kal, ata e dëshmuan që këtë tokë i Zoti i tokës sapo e ka bler, vetëm që mos e lën ndoshta pa kultivu diçka, pom pula të llojit të ndryshëm, e pom shumë njerëz të cilët janë merakli për tokën e tyre. Këtu në fakt në Busi po kultivoj kanë edhe toka të mirë, po edhe bagëtit të llojit të ndryshëm. Është një lloj frymëzimi sepse ne shqiptarët e kemi traditë, sidomos atë që ndoshta rruga e largët është që neve na bën me e lëshu tokën tonë për me po e them për me emigru në për qytete ose dhe jashtë vendit. Mirë po për mu në jashtëzakonisht u kënaqa edhe në këtë epizode, po besoj që edhe për juve është një kënaqësi shumë e madhe që edhe kurdo që vini në Busi, po besoj që Axha Sabria mundson edhe të gjithë vizitorëve që kanë dëshirë me ja dhënë një rend, ndoshta me u shëtit me kalin e tij, ai ka me pranu pa dyshim me shumë kënaqësi. Po du që të gjithë juve shikues me më shkrujt në përrjetet e mia sociale që në cilin fshat ndoshta ja vlen që është duke u zhvillu jeta pak a shumë si në Busi, me një kënaqësi shumë të madhe, po ju ofroj edhe pak pamje nga ky fshat, e ju qofshi mirë kudo që jeni, e nga do që të shkoni vetëm lumturi pa fshat tek ju. Shihemi.